Pas 5 dekadash, maturantët e vitit 1976 të shkollës Jordan Misja në Shkodër u ribashkuan edhe një herë në ambientet e shkollës. Takimi u shoqërua me emocione të forta, përqafime dhe kujtime të paharruara. Ish nxënësit ndanë historinë e tyre, kujtuan vitet e shkollës, miqësitë dhe momentet që kanë mbetur të gjalla në memorien e tyre edhe pas 50 vitesh. Ty rrit dhe vetë është të bëjë një fije se malë vështirë edhe organizimi, sepse gjithkusht jena hap në tanë botën, pse më thënë, kena shokë që i kanë kalu oqeanin për marrë dhe do Itali, po që po. Edhe veçërësit, shpëne për Shqipëni, vjetë po, falimindesh, unë qapash, bajagi, jena mledhë. E bukur e kësaj gjë edhe është se 50 vjetë janë një jetë, edhe gjithë se cili prej nesh runë ata kujtimet, po jo se runë gjitha. Në momentin që na bëna tanë bashkë, i kompensojmë ata që më i mendon, ata që më tjetër, edhe krijohet ai rrethi i atyre viteve kaq të bukura që kena kalu së bashku. Është kënaqësi që i takon mas 50 vjeç, jena matura 76, me shumë ndryshime nga gjendja sotme, jo na, po këtë realiteti, megjithatë kena shumë kujtime që na lidh më fort me një tjetrin. Është kënaqësi me pa disa që ka vite që s'kena taku, të takojmë mësuesit tonë të cilët na kanë bërë mësim. Ka mungesa dhe për shembull në klasën time nuk jetojnë më. Edhe kjo është pjesë që na shkakton dhimbje. Kena disa shokë, është për shembull Ido Hajkoja që na mungon, Isa Meti, në mungon që nuk jetojnë ma. Pjesë e këtij ribashkimi ishin edhe mësues të asaj kohe, të cilët shprehen emocionet e veçanta për rikthimin mes ish nxënësve të tyre. Dhe këto ish nxënësit e mi që sot kanë 50 vjet matur, janë 10 vjet më të ri se unë. Dhe sinqerisht, një kënaqësi unë i njoft ata. Të gjithë pa përjashtim. Kjo më gëzon sepse me pas memorie 78 vjeçe nuk ka pak. Memorie kështu të plot. Po kanë qenë brez i veçantë. Janë pothuajse të gjithë me shkollë të lartë, të gjithë aty ku punojnë janë të ngarën mirë, kjo na ban qefin. Nga ky brez më i mend këtë kujtim, për shembull. Shumë takime bëhen nga brezat të tjerë, po bëhen vetëm me grupe klasash, jo grup klasash. Ta janë të gjithë maturant 50 vjeçar, janë të gjithë bashkë. Shumë emocione, shumë mall, edhe kujtime të bukura për mua. I thonë 50 vjetë, a gjysë shekull. Sigurisht mosha më në vetën, pak të lodhën jena, dhe prej moshe të thonë, por mora parashën gjithë shka. Unë jam ma i larë këti tanë këtyne që janë këto. Se jam New York. Duhet më kalu tanë të qanë, me për Evropë për marë këto. Me gjitha te, tha që dhe të vime kërësi. Kam punu 27 vjetë, rrështë. Kam kalu disa matura, në thënë drejten, pa kanë shkollën mirë, na jena për pikek, po dhe nxënësat kanë kënë të mirë fërë, shumë të mirë. Kanë dëshmu edhe mas i kanë maru, se cili për tyne ka esë, ashtu si të duhet. E sot jena të gëzumë për faktin se na kanë fëtu. Një, e dyta se i shofim, i takojmë. Pas 50 vitësh, ky ribashkim riktheu emocione, kujtime dhe buzëqeshje të shumta. Ish nxënësit u larguan me mall për vitet e shkollës dhe me dëshirën për të ritakuar sërish, duke dëshmuar se miqësitë dhe kujtimet e asaj kohe mbetën të gjalla pavarësisht kalimit të viteve.